Të flasësh për shembull për silikonin tek buzët apo tek ku dëgjon duhet bërë gjoksi i madh apo i vogël tek gratë apo ku diun që flet dhe përdit masivisht, këtë janë normale. Këtë ka bërë media, anormalizimi i përditshmes. Sepse flitet për budallëqet thjesht në mënyrë krejt normale dhe kur ti merr përsipër të shtrosh diskutime shumë serioze, shumë thella, to duken si anormale. Nuk kemi qenie biologjike, thjesht. Jemi të pajisur me gjëra përtej biologjike. Një pjesë është intelekti i cili ka nevojë të ngopet me dije, me mahnitje me botën, dhe kjo vjen nga dije, nga të njohurit. Por edhe shpirti ka nevojë të ngropet me dashuri, me ndjenjë, me pasion. Ato ta përmirësonte kjo shoqëri nëse do të kishin këtë lidhje? Sigurisht po, nuk diskutoj. Unë besoj që një prej arsyeve pse ne jemi në këtë pikë edhe nëse kemi harruar Zotin, domethënë, një pjesë e mirë është, pra, evolutimi i modernitetit është një farë mënyre një lloj defetarizimi i shoqërisë dhe një kohësisht dhe demistifikimi i shoqërisë, pra humbja e mistikës, humbja e lidhjes shpirtërore, humbja e të fshehtës, humbja e pra një gjë shumë të rëndësishme mendohen për shoqërinë.